Nga mëngjesi i sotëm, Shtetet e Bashkuara kanë filluar zbatimin e një tarife prej 25% mbi importet e çelikut dhe aluminit, një masë që ka shkaktuar reagime të ashpra nga Bashkimi Evropian. Shefi e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi se Bashkimi Evropian ka miratuar një paketë kundërmastash që do të hyjë në fuqi më 1 prill. Kemi keqardhje të thellë për këtë vendim, pasi tarifat janë taksa që dëmtojnë bizneset dhe konsumatorët. Vendet e punës janë në rrezik dhe çmimet do të rriten si në Europë, ashtu dhe në SBA, u shpreh von der Leyen përmes një mesazhi në rrjetet sociale. Bashkimi Evropian ka vendosur kundërmasa me vlerë për 28 miliard dollarësh, të cilat do të synojnë një gamë të gjerë produktesh amerikane. Përveç çelikut dhe aluminit, masat të reja do të aplikohen mbi produktet tekstile, prodhimet e lëkurës, pajisjet shtëpiake, plastika, druri dhe produkte bujqësore si mishi i viçit, shpendët, prodhimet e detit, sheqeri dhe perimet. Lista përfshin gjithashtu whisky, bourbon dhe varkat, duke mbërritur në një total për 99 faqesh. Von der Leyen nënvizoi se megjithëse BE-ja po kundërpërgjigjet fuqishëm, ajo mbetet e hapur për negociata. Nuk është në interesin tonë të përbashkët të rëndojmë ekonomitë tona me tarifa, sidomos në këtë periudhë pasigurie gjeopolitike dhe ekonomike, deklaroi ajo. Kjo nuk është hera e parë që SBA-ja vendos tarifa të tilla. Edhe në vitin 2018, gjatë mandatit të parë të Trump, u vendosën masat të ngjashme, por ato u zbutën për shkak të përjashtimeve të mëvonshme. Tashmë mbetet për të parë nëse të dyja palët do të arrijnë një marrëveshje për të shmangur një përshkallëzim të luftës tregtare.